për matur të djalit, nuk kam qëllu, kurse vajza e vogël Elona, kur është dashur të shkojë në shkollë fillore, në klasën e parë që startoi, unë po ashtu kam munguar edhe ajo e ka shpreh me vaj, me krejt babit janë. E kuptueshme. Dhe ju ka emocionu, janë fjalë që sigurisht për çdo prind janë të vështira, sepse jo në momente që ata i kujtojnë gjithmonë edhe normal kanë shumë të nevojshme me pas prindin aty. Po. E kuptueshme, por duke ditë që arsyet e mungesës janë për shkak të misionit më fisnik, besoj që edhe ata e kanë arsyetuar këtë. Po. Çka i thatë vetës në ditën e pensionimit? Kishte roj premtim kështu që përpas kohës që do ta kalosh me familjen që e folëm deri tash. Kisha shumë mos them projekte, po plane, se normalisht e dim se do të vijë edhe ajo ditë kur duhet pensionohemi. Edhe unë po besoj se ashtu si që mendova i thash vetës, tani e kam kohën ti përkushtohem më shumë familjes, edhe hobive të mia që i kam prej fëmirisë, disa peshkimi, gjuetia, dhe këto me natyrën. Sa bukur. Edhe këto, po shpresoj që do të arrin të kenë kohë edhe fëmijët, edhe familja, bashkëshortja që të mbashkangjiten. Se pak këto janë hobit që kojnë angazhim, pregaditje. E vërtet. Ata janë në vlugun e karrierave të tyre.